Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia ka sot çmimet më të ulta të ushqimeve në kontinent. Sipas të dhënave nga Eurostat, dallimet të çmimeve të ushqimeve në Europë janë të mëdha. Zyrtarisht çmimet janë 27% më të ulta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Çmimet e ulta të ushqimeve janë karakteristike e Europës juglindore dhe Ballkanit Perëndimor, kështu që Turqia, Bosnjë-Hercegovina, Malezi dhe Bullgaria janë gjithashtu dukshëm nën mesatare brenda BE-s, ndërsa Rumania është në situatën më të favorshme. Ushqimi përfaqëson një nga shpenzimet më të mëdha për familjen europiane me një mesatare prej 11.9% të konsumit total në Bashkimin Evropian, ndërsa në vende si Rumania, kjo pjesë rritet në 20%. Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Marko Bislimovski, paralajmëroi se çmimi i energjisë elektrike në treg nuk do të jetë konkurrues nëse rritet për shkak të taksës importit të Bashkimit Evropian. Nëse Europa nuk e braktis planin për të futur një taks karboni në vendet anëtare të Komunitetit të Energjisë në vend të integrimit me vendet anëtare të BE-s dhe formimit të një tregu të përbashkët evropian, do të përfundojmë me tregtimin e energjisë elektrike ekskluzivisht midis vendeve që nuk janë anëtare të BE-s, tha Marko Bislimovski në një panel kushtuar sfidave në sektorin e energjisë të titulluar Qendra e politikave të energjisë së Ballkanit Perëndimor që u mbajt në Prishtinë. Sipas tij, me zbatimin e taksës karbonit, integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor me shtetet anëtare të BE-s do të bllokohet. Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani paralajmëroi se ligji për përfaqësim adekuat dhe të drejtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk mund të zëvendësojë balancuesin. Duke komentuar mendimin pozitiv të Komisionit të Venecias për këtë ligj, Osmani tha se ai nuk vepron automatikisht, por varet nga vullneti i administratës. Nënkryetari i BDI-s nënvizoi se balancuesi si ligj funksiononte vetëm sepse nuk linte hapësirë për improvizim, ndërsa ky ligj krijon hapësirë dhe pabarazia gjithmonë e shfrytëzon, deklaroi Bujar Osmani. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama ofroi fermerëve Bankën e Zhvillimit si një instrument financiar në mbështetje të tyre. Në një takim me sipërmarrës në Elbasan, shefi i qeverisë shqiptare vlerësoi se linja e re e kreditimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme e Bankës së Shqipërisë shkon deri në 250 milionë euro si fazë e parë dhe mund të arrijë deri në 2 miliardë euro. Krahas asaj, Rama vlerësoi se nga 7-1 që ishte raporti import-eksport për produktet bujqësore në mandatin e tretë qeverisës, ai ka arritur në 3.1. Duke vazhduar të shkojmë drejt tendencës ulse dhe të arrijmë objektivin 1 eksport, 2 importe, kur vjen puna tek prodhimi bujqësor, deklaroi kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Shqipëri, Andi Salla, në një takim me fermerë dhe sipërmarrës në Elbasan, premtoi rishikimin e skemës kombëtare të mbështetjes. Synimi sipas tij është për afrimin me Bashkimin Evropian. Gjatë fjalës, ministri Salla tha se për fermerët që deri më sot janë paguar deri në 50%, është parashikuar në aktin normativ shlyerja e pjesës së mbetur brenda këtij viti buxhetor, duke garantuar që çdo fermer të marrë mbështetjen e plotë që i takon. Sipas ministrit Salla, për skemën kombëtare të mbështetjes së fermerëve, qeveria do të ofrojë 5.2 miliard lekë ose rreth 16% më shumë se buxheti fillestar i këtij viti. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.